تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, ata e falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush e devion dhe kë e devion Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, I përzgjedhuri dhe I dashuri I Tij dhe besniku për shpalljen e Tij. Ai e çoi në vend emanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun ashtu si I takon atij derisa I erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij. Fjala më e mirë është libri I Allahut, rruga më e mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në zjarrin e xhehenemit. O robërt Allahut, kini frikë Allahun, ruhuni zemrimit të Tij dhe mësoni jetën e pejgamberit tuaj sallallahu alaihi wasallam dhe merrni shembull prej Tij, sepse Allahu ju ka urdhëruar për këtë dhe ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe përmend shumë Allahun. Ka thënë Allahu I lartësuar: "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Kush mërgon për Allahun, ai gjen shumë vendbanime dhe begati në tokë. Kush e lë shtëpinë e vet, duke u shpërngulur për tek Allahu dhe I dërguari I Tij, dhe ndodh që t'i vi vdekja, Allahu me siguri do ta shpërblej, se Allahu është falës dhe mëshirues. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba, wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Hijreti nuk ndërpritet derisa të ndërpritet pendimi, e pendimi nuk ndërpritet derisa të lind dielli nga perëndimi. Transmeton Abu Davudi dhe të tjerë dhe Albani thot sahih. Allahu I lartësuar gjithashtu thot: "Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabil إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض." Vërtet, ata që besuan dhe mërguan, bën hijret për hir të besimit, e më pas luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut, dhe ata që u dhanë strehim e I ndihmuan, janë miq dhe mbrojtës të njëri tjetrit. Ndër ngjarjet më madhështore të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ngjarja e hijretit. Kur u shtuan torturat e mushrikëve ndaj tij në Mekë, ai nisi të ofrohej fiseve në sezonin e haxhit dhe të kërkonte mbrojtje dhe ndihmë për ta përçuar mesazhin e Zotit të tij.
por askush nuk ju përgjigj. Derisa erdhi në Haxh një grup nga fisi Khazraj, banor të Medinës, të cilët kishin fqinësi me xifutët. Xifutët u flisnin për ardhjen e një të dërguari, madje edhe i kërcënonin se do të bashkoheshin me të dhe do t'i luftonin. Në lidhje me ta, Allahu i lartësuar thot: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dhe kur një libër që vërteton të shkrimet e tyre, u erdhi atyre nga Allahu, ndonse përpara luteshin për ndihmë kundër jo besimtarve, pra kur u erdhi ajo që e dinin se është e vërtet, ata e mohuan atë. Prandaj mallkimi i Allahut qoftë mbi mohuesit. Do me thonë, xifutët para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luteshin për ndihmë kundër armiqve të tyre. Thoshin: o Zot, na e dërgo pejgamberin e fundit, të cilin e gjejmë të shkruar në Teurat, na ndihmo dhe na jep fitore me të. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ofrua para këtij grupi nga Khazrexhi në sezonin e Haxhit, ata u gëzuan dhe thanë: ky është pejgamberi për të cilin ju kanë paralajmëruar xifutët. Andaj mos lejoni që ata t'ju paraprin. Kështu ata besuan në të dhe ja dhanë besën. U kthyen në Medinë dhe informuan të tjerët. Vitin tjetër në Haxh erdhën edhe më shumë njerëz dhe ja dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Aqaba, duke premtuar se do ta ndihmojnë nëse ai shpërngulet tek ata. Pas kësaj, ai lejoi disa prej sahabeve të emigrojnë në Medinë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi të emigrojë vet, mushrikët u përpoqën ta pengonin, sepse i friksoheshin forcimit të tij dhe fitores së fesë së tij. Ata u pajtuan që ta vrasin, por Allahu e informoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për komplotin e tyre dhe ai e urdhroi Aliun radhiyallahu anhu të flinte në shtratin e tij, ndërsa vet u largua natën në mes të mushrikëve pa e vërejtur ata. Dhe shkoi te Abu Bekri radhiyallahu anhu, i cili kishte përgatitur 2 deve dhe kishte punësuar një udhërfyes. Ata dolën nga Mekka fshehur azi dhe u strehuan në shpellën Theur. Ja dorëzuan udhërfyesit devet dhe e caktuan një kohë për takimin me të. Kur mushrikët e kuptuan se ai ishte larguar dhe se në shtrat ishte Aliu, u zemruan fort. Ata dolën ta kërkojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në të gjitha anët dhe shpallën shpërblime të mëdha për çdo që do t'u tregonte diçka për të. Allahu i lartësuar thot: wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kujto kur mohuesit komplotonin kundër teje për të burgosur, për të vrarë ose dëbuar, ata bënin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe kundër tyre. Allahu është kurthbërësi më i mirë. Mushrikët e kërkuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në secilën anë derisa arritën te shpella Theur. Kur arritën te hyrja e shpellës, Abu Bekri radhiyallahu anhu tha: o i dërguari i Allahut, po të shikoj ndonjëri poshtë, do të na shoh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bindjen e paluhatshme, me besimin si malet, i tha: ja Abu Bekr, ma dhannuka bi ithnayni Allahu thalithuhuma. O Abu Bekr, ç'mendon për 2 veta kur i treti i tyre është Allahu? Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Allahu thot: illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Nëse ju nuk e ndihmoni ata, Allahu tashmë e ka ndihmuar ditën kur ata e dëbuan mohuesit vet të dytin, kur ishin në shpellë e ai i thoshte shokut vet: mos u mërzit se Allahu është vërtet me ne. Atëherë, Allahu u averboi syt dhe nuk e pan në shpellë askënd dhe kështu u larguan të dëshpëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shoku i tij qëndruan në shpellë për 3 ditë. Abdullah ibn Abu Bekri u sillte lajme për mushrikët, ndërsa Amr ibn Fuhejra, shërbëtori i Abu Bekrit radhiyallahu anhum, kalonte aty me kopën e dhenve për t'i zhdukur gjurmët dhe për t'u dhënë qumësht. Esmaja bia e Abu Bekrit radhiyallahu anhuma
u asillte ushqimin në fshehtësi në mbrëmje. Në shpellë qëndruan 3 ditë, derisa u qetësua kërkimi. Më pas udhërrëfyesi erdhi me devet dhe ata u nisën për në Medinë. Ensarët radhiyallahu anhum i prisnin me padurim çdo ditë, derisa më në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu arritën në Medinë me mbrojtjen e Allahut shëndoshë mirë. Aty u bashkuan muhaxhirët dhe ensarët dhe u formua shteti islam. Allahu i urdhroi për luftë në rrugën e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vazhdoi ekspeditat dhe luftrat. Allahu i dha fitoren dhe e lartësoi fenë e tij, derisa hyri në Mekë vitin e çlirimit i fuqishëm dhe triumfues, me flamujt e muhaxhirëve dhe ensarëve duke u valvitur. Ai e pastroi Qabën nga idhujt dhe duke i rrëzuar idhujt e këndonte ajetin e Allahut: "Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa." Thuaj, erdhi e vërteta, ndërsa e pavërteta u shkatrua. Sigurisht e pavërteta është e paracaktuar të zhduket. Atëherë hyri në Qabe, u fal në të dhe e madhroi Allahun. O robërt Allahut, kështu ishte hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ishte hijreti të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ishte për hir të ndihmës së fesë së Allahut dhe për lartësimin e fjalës së tij. Nuk ishte për qëllime rehatie, relaksimi trupor apo jetese luksoze. Dhe i tillë duhet të jetë edhe hijreti besimtarëve deri në fund të kohës. Emigrimi nga vendet e kufrit drejt vendeve të islamit mbetet obligim për atë që nuk mund ta shfaqë fenë e tij në vendin ku jeton. Shfaqja e fesë do të thotë ta shfaqësh haptazi, ta praktikosh pa pengesa dhe pa turp, ti thrasësh të tjerët në të dhe të sqarosh se rruga të cilën e ndjekin mosbesimtarët është e kodë dhe e devijuar. Dhe shfaqja e fesë nuk nënkupton vetëm që të lejohet të falesh e të bësh adhurime brenda shtëpisë sate ose në një vend të izoluar dhe të fshehtë në punë dhe pastaj të heshtësh dhe të mos i thrasësh njerëzit në fe dhe të mos e kundërshtosh kufrin dhe shirkun. Po të kishte qenë kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të qëndronte në Mekë, sepse mushrikët nuk e penguan nga adhurimi i tij personal. Ata e pengonin nga thirrja në fe dhe nga udhëzimi dhe nga refuzimi i asaj që besonin ata, dhe pikërisht për këtë arsye u bë hijreti. Sot shumë njerëz nuk e njohin hijretin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, përveç se një përvjetor që kthehet çdo vit me disa festime, aktivitete, fjalime apo ligjërata që përfundojnë pas pak ditësh dhe më pas harrohet deri vitin tjetër. Ndërkohë që nuk shohim asnjë ndikim në sjelljet dhe jetët e tyre. Madje disa nuk e bëjnë hijretin nga vendet e kufrit në vendet e islamit, siç bëri i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, por përkundrazi shumë prej tyre e bëjnë të kundërtën. Emigrojnë nga vendet islame drejt vendeve të kufrit dhe jo për ndonjë nevojë, por thjesht për rehati, pasion ndaj jetës botërore dhe liritë shtazore që ju ofrohen atje. Vëllezër të dashur, përkujtimi i hijretit duhet të jetë gjatë gjithë vitit në zemrën e muslimanit, jo vetëm në ditë të caktuara, sepse veçimi i ditëve të caktuara për të përkujtuar hijretin apo për të mbajtur ligjërata për të, ky veçim është bidat, një risi që nuk ka bazë dhe çdo bidat është devijim. Nuk është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as shokët e tij e as brezat e parë të ndershëm pas tyre e kanë veçuar hijretin me përkujtim vjetor apo festim. Selefët e ndershëm e studionin jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe merrnin mësim prej saj, pa qenë të lidhur me ndonjë kohë apo sezon. Allahu bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin përkujtim në to çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili gjuna dhe mëkat. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه
wa sallama tasliman kathira. E gjithë lavdia I takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm dhe I pastër nga çdo takri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Allahut, I cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, o robërt e Allahut, ruhuni Allahut të madhruar. O musliman, dijeni se hijreti është I dy llojeve. Hijreti I parë është hijret shpirtëror dhe zemror për tek Allahu, duke adhuruar vetëm atë një dhe pa I shoqëruar asgjë dhe askënd në adhurim. Dhe për tek I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke e ndjekur atë në gjithçka, duke e pasuar, duke I u bindur në të gjitha urdhrat dhe duke u larguar nga ajo që ka ndaluar ai sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë: "El muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu." Muhajiri vërtet është ai që I largohet asaj që ka ndaluar Allahu. Transmeton Buhariu. Ky hijret është I vazhdueshëm gjatë gjithë jetës së muslimanit dhe nuk pushon kurrë. Hijreti I dytë është hijreti fizik dhe trupor, që e përfshin edhe të parin, e që është largimi fizik nga vendet e kufrit në vendet e islamit, nga vendet e mëkatit në vendet e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga vendet e bidatit në vendet e sunetit. Dhe ky bëhet obligim nëse muslimani nuk është në gjendje ta shfaq fenë e tij atje ku ndodhet. Prandaj, o robërt Allahut, kini frikë Allahun, ruhuni zemrimit të tij, studioni jetën e pejgamberit tuaj sallallahu alaihi wasallam dhe merrni mësim nga ndodhit e jetës së tij, sepse në to ka shembuj të mëdhenj dhe mësime të pafundme. Wa ati'u Allaha war rasula la'allakum turhamun. Binduni Allahut dhe të dërguarit që të mëshiroheni. Allahu në lusim të na jap kuptim të qartë të fesë dhe dituritë të dobishme. Allahu na bëft pasues dhe ndjekës të vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe melajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij I jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Warda Allahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamik ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.